Me thënë drejtën, kjo e fundit që presidenti Amerikan tha, mua më zhdukur si nga lëvizjet më të mençura dhe më të vetë kufizuara. Dhe është në fakt një virtyt i madh, domethënë një drejtuesi të fuqisë botës, që të ketë të lloj sensi vetë kufizimi. Si theti me ato 6 bomba, praktikisht i dha fund. Dhe unë jam me këtë që thua ti. I dha fund, tash me thënë vërtetë, më mirë një fund kështu se sa tash ku diun të them unë. Plotësisht dakord. Sa të presësh jo po na rren, jo po na rren, jo po na i dorëzojnë letra se na i dorëzojnë letra. Ajo që është lufta, si quhet tani, lufta 12 ditore, apo jo? Po. E kështu do të jetë, 12 ditore do të jetë. Kam përshtypjen nuk ishte thjesht luftë për ato motive të cilat u deklaruan. Duhet ta themi qartë. Luftë qytetrimesh, luftë sistemesh. Nuk ishte çështja për mua, nuk ishte çështja se sa përqind ishte aftësia për ta quar uraniumin në 90% apo jo. Pra nuk ishte çështje fizike bërthamore. Ishte çështje se sa e disiplinuar ishte dora që do të mund ta shtypte atë buton. Dhe ajo se çfarë ndodhi në fakt ishte dhënia fund e kësaj mundësie që një dorë që është treguar në këto vite që terrorizmi nuk është se ka pasur kaq shumë distant si qasjet vet, apo jo? Ja, njësi shtet që sponsorizon terrorin. Për këtë arsye, unë e shoh në këtë mënyrë. Plus është dhe fakti tjetër i moshës biologjike ka me leje, dhe që të se di fare çfarë vjen tjetër më mbrapa. Për më tepër, ai ka bërë edhe ka deleguar edhe disa tek të tjerët, kanë përshtypjen, ka ndërtuar edhe ai njerëz të ngjashëm me veten. Kështu që ai rreziku permanent që me këtu marrëveshje që thotë Skënderi, me drejtë, do të jesh pacifist tek marrëveshjet që ndron, që lexohen pacifist edhe Trumpi thotë do të peace through strength. Po pra, që përmes forcës. Në një tërës bisedimesh do përfundojë gjithçka, se për ndryshe merr fund bota. Po pasi u tregua se kush është i forti. Dakor. Ani to t'rregojmë. Po. Dhe fundi që doja ato janë. Nuk e di kam një përshtypje që ajo se çfarë ndodhi në këto 12 ditë ishte një ridimensionim i rendit të ri botëror. E kemi folur gjithë rendi i ri botëror mbas Covidit, Kina, Rusia, bla bla. Jalta e dytë. Okej. Me atë se çfarë ndodhi para 3 ditësh, më duket se u rivendos ai rendi që ishte më parë. Amerikanët treguan që janë forca ushtarake kryesore në planet. Po jo vetëm, kam përshtypjen nga ana diplomatike dhe imponimi i paqes sot. Sigurisht edhe vetëm kaq edhe ndaj Izraelit, ëh? Pikërisht pra. Pra tregoj që jo vetëm është. Pra nuk është Izraeli që komandon mua, jam unë që dhe i ekuilibruar. Po, se u shpërhap edhe kjo ideja që ishte Izraeli që të rrohej për unë. Në fakt nuk ishte e tillë. Pra ka treguar një gjë që i mungonte stabilitetit në botë, me thënë drejtën.